Inspektorët e sigurisë dhe të shëndetit në punë do të kenë 15 ditë kohë nga kjo e martë për të zhvilluar kontrolle intensive në të gjithë territorin e Kosovës. Inspektimi do të përfshijë veçanërisht sektorin e ndërtimtarisë dhe aktivitete me rrezik të lartë. Ky vendim erdhi vetëm një ditë pasi një punëtor i ndërtimtarisë humbi jetën në vendin e punës në Ferizaj. Ministri për Punë Andin Huti ka paralajmëruar masa të rreptë ndaj të gjithë subjekteve që nuk respektojnë standardet ligjore. Çdo kompani që nuk garanton kushte bazike të sigurisë do të ketë ndalim të menjëhershëm të punimeve, do të ndëshkohet sipas ligjit dhe nuk do të lejohet të vazhdojë punën derisa të plotësojë standardet. Gjatë kësaj periudhe, inspektime do të realizohen në mënyrë të shtuar, përfshirë edhe jashtë orarit të rregullt dhe gjatë ditëve të festave, me qëllim rritjen e nivelit të sigurisë në vendin e punës. Eksperti i sigurisë në punë Arjani Bishi pret që inspektorët e gjejnë shumë parregullsi në terren. Shqetësimet më të mëdha që kompanitë e ndërtimtarisë të i bëjnë vazhdimisht është rrethuja e kantierit punimishtes, duke filluar me mungesën e pajisje mbrojtëse personale për punëtorët, planën e sigurisë, vlerësimin e rrezikut, punë mbrojtje në lartësi, mungesën e trajnimeve për punëtorë. Ai mirëpret vendimin për intensifikimin e inspektimeve, por thekson se nevojitet edhe shtimi i numrit të inspektorëve në terren. Është një aksion i qëlluar, normal që sjell një ndikim pozitiv, afat shkurt, duke rrinë ndërgjegjësimin dhe zbatimin e masave në bazë të sigurisë, megjithatë mungesa e vazhdueshme kufizon gjatësinë e këtij inspektimi. Në Kosovë vetëm gjatë 4 muajve të parë të vitit 2026 kanë humbur jetën 5 punëtorë në vendin e punës.